Kemi diskutuar, si temë të tretë, problemet ende të pasgjidhura nga udhërfysi zbatimit të marrëveshjes së energjisë. Në fund të muajit janar janë shpërndar mbi 20.000 fatura tek përdoruesit apo konsumatorët e energjisë në veri, por ende janë disa çështje që presin për të zgjidhur. Tema parë që shumë e rëndësishme për Kosovën është lëshimi në funksion i linjave të interkoneksionit mes Kosovës dhe Serbisë. Tema e dytë, e cila është paq e rëndësishme, ka të bëjë me vendosjen e matësve digital të konsumatorët në veri. Ka pas një gatishmëri të Bashkimit Evropian që të financoj projektin e vendosjes së matësve digital, por ka pastaj paqartësi se në çmos një projekt i tillë mund të ndikohet nga masat e vendosura ndaj Kosovës, dhe problemi i tjetër që ne kemi diskutuar janë borxhet e akumuluara të kostit, si rezultati devijimeve për konsumin e energjisë pas tetorit të vitit 2022, për cilët ne presim që Bashkimi Evropian duhet të gjejë një zgjidhje për financimin e tyre.